Një turist gjerman ka fituar mbi 900 euro dëmshpërblim pasi nuk arriti të siguronte shezllong pranë pishinës gjatë pushimeve familjare në Greqi, për shkak se mysafirët e tjerë i rezervonin me peshqir, shkruan BBC. Burri, identiteti i të cilit nuk është bërë publik, kishte kaluar pushimet me bashkëshorten dhe 2 fëmijët në ishullin grek Kos gjatë vitit 2024. Ai pretendoi se çdo ditë kalon të rreth 20 minuta duke kërkuar një shezllong të lirë, edhe pse zgjohej që në orën 6 të mëngjesit. Më pas ai paditi operatorin turistik, duke argumentuar se hoteli nuk po zbatonte rregullin kundër rezervimit të shezllongjeve me peshqir dhe se pushuesit po i bllokonin ato për orë të tëra. Gjykata e Hanoverit vendosi në favor të familjes, duke e cilësuar pushimin si me mangësi dhe urdhëroi rimbursim më të madh për paketën turistike. Familja kishte paguar fillimisht 7.186 euro për pushime, ndërsa kompania turistike kishte ofruar vetëm 350 euro kompenzim. Megjithatë, gjykata vendosi që ata të përfitonin gjithsej 986 euro dëmshpërblim. Sipas gjyqtarëve, edhe pse operatori nuk menaxhonte drejt për drejt hotelin, kishte detyrim të siguronte një organizim të arsyeshëm të shezllongjeve për mysafirët. Fenomeni i njohur si lufta e shezllongjeve është bërë i zakonshëm në destinacione turistike, ku pushuesit vendosin peshqir që herët në mëngjes për të rezervuar vendin pranë pishinës.